Eliminimi i Iranit nga Kupa e Botës që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik, ka shkaktuar polemika edhe jashtë fushës së futbollit. Sipas Sports Business Journal, sekretari amerikan për sigurinë e brendshme Mark Wayne e festoi largimin e kombëtares iraniane nga turneu. Gjatë një mbledhjeje të dedikuar të sigurisë së botrorit, ai deklaroi se ishte i lumtur që delegacioni iranian po largohej nga vendi. Mullen u shpreh se asnjë skuadër tjetër nuk kishte paraqitur aq shumë sfida për autoritetet amerikane sa Irani. Më pas, sipas raportimit, ai tha se ishte aq i gëzuar për eliminimin e skuadrës iraniane se kishte kënduar disa këngë dhe kishte vallëzuar për ta festuar. Deklaratat e tij pritet të nxisin reagime, pasi vinë në një moment ku marrëdhëniet mes Shtetet e Bashkuara dhe Iranit vazhdojnë të mbeten të tensionuara. Për kombëtarin iraniane, ky botëror ishte i mbushur me vështirësi edhe jashtë fushës. Për shkak të kufizimeve të udhëtimit të vendosur nga SBA, skuadra nuk u lejuar të qëndronte në territorin amerikan dhe u detyrua të kishte bazën e saj në Meksik, duke bërë udhëtime të vazhdueshme për çdo ndeshje. Përveç problemeve logjistike, delegacioni iranian u përball edhe me kontrolle të shtuara dhe vëmendje të mëdha mediatike gjatë gjithë turneut. Megjithatë, në aspektin sportiv, Irani zhvillon një paraqitje dinjitoze. Skuadra nuk humbi asnjë nga 3 ndeshjet e fazës së grupeve, duke regjistruar 3 barazime dhe duke shënuar 3 gola. Eliminimi erdhi vetëm në momentet e fundit, pas barazimit spektakolar 3-3 mes Austrisë dhe Algjerisë. Ky rezultat kualifikoi të dyja skuadrat në fazën e 16-tave dhe laj Iranin jashtë turneut së ekipit, i 9 më i mirë mes vendeve të treta, vetëm një pozicion larg kualifikimit. Pavarësisht eliminimit, performanca e skuadrës iraniane dhe rrethanat që e shoqëruan gjatë botërorit pritet të mbeten një nga temat më të diskutuara të këtij edicioni.